nisma është faktori kryesor, anues, fitus, mesin e këtyre dy tabore eventuale, cili do që të ketë mundësi potenciale ose të pretendoj të fitoj të bëjë shumicën qeveritare, nisma do të jetë faktor vendimarrës. Nisma që nga deklarimi i rezultatit përfundimtar dhe certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve të fundit, me pozicionin e saj dhe sidomos me deklarimin e orientimin e kryetarit të saj, me 3 mandate që kushdo që do të formonte qeverin i pari në funksion të interesit shtetëror të Republikës, ai do të ndihmonte, është një përcaktim i qartë që është i gatshëm për të qenë pjesë përbërëse institucioneve, aq më tepër kur pastaj doli që pozicioni i partive fituese në këtë rast në koalicion dhe partive tjera në ish opozit ishte pat pozicion, një pozicion i vështirë, minimalist, i cili nuk ofronte asnjëherë palë, me pak ndryshime pra që të formojë qeverinë. Dhe pikërisht për këtë arsye, disa përfaqësues të komuniteteve pakicio-serbe janë fuqizuar shumë dhe si duket po e kuptojnë jo sa duhet drejt, për të mos thënë edhe keq kuptuar, rolin e tyre dhe po bëjnë kërkesa hera herës të cilat as nuk mund të realizohen edhe po dëshonte dikush, aq më tepër kërkesa të cilat mund të prishin balanse të caktuara në këtë shtet i cili është copëzuar me decentralizimin, është sakatosur në një mënyrë anë një tjetër për arsyet e asimetrive që janë krijuar në pushtetin lokal dhe aq më tepër kërkesave të tjera që janë për formimin e asociacionit, formimin e komunave të reja, kështu me radhë dhe prandaj do duhej pasur parasysh që tash për tash nisma është faktori kryesor, anues, fitus, mesin e këtyre dy tabore eventuale, cili do që të ketë mundësi potenciale ose të pretendoj të fitoj të bëjë shumicën qeveritare, nisma do të jetë faktor vendimarrës. Okulareve flitet që nisma pretendon që ta marrë pozitën e kryetarit të kuvendit. Sa është e drejtë, themi kështu, që një parti me 3 vota vetëse të marrë një pozicion kaq të rëndësishëm siç është ky e kryetarit të kuvendit? Po, pikërisht ambicet politike, subjektet politike janë për pushtet dhe subjektet politike formohen po për ideale, po për programe, po për ideologji e ide, por mbi të gjitha dhe posaçërisht formohen për të marrë pjesën e duhur të pushtetit, pra për pasur pushtet. Dhe është krejt legjitime në një situatë kur dikush është faktor kingmaker, i thonë anglisht, pra krijuesi i qeverive në këtë rast, po dhe kuvendit këtë rast institucione, se të ishin edhe ato 3 vota, mbase do të ishin 60, mbase do të ishte edhe 61 vota, do të ishte kryer çështja e kryetarit kuvendit ta ditë. Pra, kanë kërkesa ato janë legjitime. Ajo që vetëvendosja dhe koalicioni saj mbase mund të kenë mosbesimin e duhur, sepse kemi ose do të kemi situata më saktë të tilla gjatë këtij viti dhe pjesës parë vitit të ardhshëm, të cilat do të jenë jashtëzakonisht me rëndësi dhe në të cilat roli i kryetarit të kuvendit mund të jetë po ashtu i rëndësishëm. Po, a është ndoshta kjo frika e Kurtit, siç e tha edhe Kasolli, që me që në prill mbesim pa president, i bie që kryetari i kuvendit menjëherë të marrë pozitën e ushtruesit të tyre së presidentit. A mund të jetë edhe kjo frika që Fatmir Limaj të merr edhe atë pozitë? Po, pikërisht, sepse me të drejtë të thuhet ashtu, sepse vitin e ardhshëm të çështja presidentit, sistemin çfarë kemi ne, parlamentarët, në Republikë parlamentare, ku partitë politike do duhej, çfarë është sistemi ndërtuar kushtetues dhe juridik, do duhej domosdoshmërisht bashkëpunojnë dhe të koordinojnë procesin e emërimit të presidentit, sepse qëndrimin në seancë me rastin e votimit parë dhe dytë, pra ku duhet krijuar 80 deputetë dhe vota, është një kusht i cili duhet është pengesë të njëjtën kohë, dhe nëse kjo nuk arrihet, ndoshta edhe me qëllim atëherë sepse edhe opozita e ardhshme
potencialisht e ardhshme, mund të jetë e interesuar që të ketë një blokad për shkak të qeverisjes së re eventualisht të kësaj vetëvendosjes, atëherë roli dhe pozita e kryetarit kuvendit ndajshtohet, begatohet edhe me ushtruesin e detyrës së presidentit, dhe po roli i tij është i rëndësishëm. Aq më tepër kur kemi një përvojë kur krau i luftës bie fjala ish kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi, kur e ka marrë rolin edhe të ushtruesit të detyrës presidentit, i ka marrë disa vendime të cilat janë debatuar se a ishin në domenin e zëvendësuesit ose kryetares ose kryetarit të shtetit përkohshëm apo jo, ushtruesit të detyrës. Kështu që mundet të jetë gjë dhe me guxim të njëjtë, mbase edhe më shumë zoti Limaj eventualisht që të merrte vendime për cilat vetëvendosja do të mund të mos kishte shumë dëshirë, dhe prandaj është skepsa dhe rezerva e saj që ky të jetë kandidat, aq më tepër kur zoti Limaj nuk ndalet më aq. Ai është shumë i interesuar për ekzekutiv dhe unë supozoj që njëra prej kush është kingmaker si statë dhe jo? Ajo po se po. Kurti apo Fatmiri? Jo, Fatmiri është kingmaker, jo Kurti. Kurti është pretendent, një aspirant i cili përpiqet të krijojë një minimum ekzistencial në qeveri, në politik, pra të krijojë një qeverisje fragjile, të pakicës, jo stabile dhe të përkohshme.